Përshëndetje të gjithëve. Recetë fare të thjeshtë dhe të shijshme do përgatisim ditën e sotme. Është një tavë me qep të njoma, vezë dhe prosciutto. Recetë që nuk të merr shumë kohë në kuzhinë dhe ka shumë pak përbërës. Fillojmë nga puna. Kam 1 kilogram me qep të njoma, të cilat i kam pastruar, i kam larë dhe i kam gati për t'i gatuar. I presim qepët në pjesë të vogla. Dhe më pas do t'i vendosim në një tigan të thellë. I vendosim në tigan duke i shtuar 4-5 lugë të gjellës me vaj ulliri. E vendosim në zjarr dhe merremi me prerjen e pjesës tjetër të qepëve. Kur e shtojmë qepën gradualisht, kështu bie nga vëllimi dhe nuk na kërkon enë shumë të mëdha. Presim qepët e tjera. I shtojmë në tigan. I vendosim kapakun dhe i lëm për 10 minuta derisa qepët të vyshken plotësisht. I përziejmë dhe sërish do t'i vendosim kapakun. Në këtë moment qepët janë gati. Si e shikoni ka rënë shumë nga vëllimi. I shtojmë 1 lugë të gjellës me miell. I bëjmë një përzierje të mirë. Dhe në këtë moment do t'i shtojmë prosciutto. I kam prerë prosciutto në kubik. E shtuam në tigan. Shtojmë diku te 400-500 ml qumësht. Edhe pak. I vendosim kapakun dhe e ziejmë për 15 minuta. Mielli e ka trashur pak lëngun. Qumshti i ka hequr plotësisht aromën e qepës. E rregullojmë me krip, më pak se 1 lugë çaj me krip, piper të zi. Në gatimet me qumësht shkon shumë arra muskat. E grim mbi tigan. Natyrisht që mund të shtoni erësat që ju dëshironi, por unë do ta lëm me kaq. Mund ta përfundoni në tigan, por mund ta përfundoni edhe në tavë si po e vendos unë. Po e vendos në një tavë balte, por edhe në tigan shumë e mirë del. Si përishtojmë 5-6 vezë. Mbi vezë shtojmë pak krip. Një sistem më bukur. I shtojmë edhe pak vaj ulliri dhe vetëm 15 minuta në furrë do kjo tavë. Dhe ja si duket e përfunduar. Ka aromë shumë të mirë, është e shijshme dhe gjithë familja e pëlqen. Të dashur miq, kjo ishte dhe receta e ditës së sotme. E thjeshtë por e shijshme. Ju falenderoj që më ndiqni.